Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që hanë fiq duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Koha më e mirë për të ngrënë fiq është në mëngjes, në mënyrë që ata të mund të pastrojnë sistemin tuaj të tretjes gjatë gjithë ditës. Pastrimi i sistemit tretës është një nga veçoritë më unike të këtyre frutave të ëmbël të verës. Fiqt janë një nga frutat më të shkëlqyera për shëndetin e mëlçisë. Ato kanë një nivel të lartë të alkalaneve dhe njëkohësisht ndihmojnë në rregullimin e pH-it të tretjes. Fiqt janë të pasur me antioksidant, të cilët parandalojnë dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira. Kur konsumohet në mëngjes, fiqt qetësojnë organizmin, japin qetësi, ofrojnë vetëm ëmbëlsi natyrale, lehtësisht të përthishme nga trupi i njeriut. Konsumimi i fiqve në mëngjes gjithashtu shërben edhe si rregullues dhe njëkohësisht stabilizues i presionit të gjakut për aktivitetin e ditës në vijim. Falë përmbajtjes së lartë të kalciumit dhe të magnezit, fiqt janë në gjendje që të relaksojnë enët e gjakut duke siguruar mineralet e duhura për balancimin e elektroliteve. Sipas studimeve, fiqt rekomandohen për të konsumuar herët në mëngjes dhe për të patur fuqi dhe shëndet të mirë gjatë gjithë ditës. Gjithashtu, sipas ekspertëve, kjo vjen fal fibrave, mineraleve, fosforit, glukozës, kalciumit dhe vitaminave që përmban. Fiqt gjithashtu janë edhe të pasur me vitaminën A, C, D dhe B, të cilat janë thelbësore për lëkurën, kockat dhe njëkohësisht shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ndërkohë, nga ana tjetër, duhet të dini se fiqt, për shkak të këtij profili të pasur, duhen vlerësuar si një ilaç fantastik. Ndaj në këtë video, ju do të mësoni më shumë për vlerat dhe përfitimet që mund të merrni ju nga fiqt e freskët dhe njëkohësisht të thatë, sëmundjet e zemrës dhe gurët në veshka. Fiqt janë të pasur me antioksidantë dhe njëkohësisht me vitaminën A dhe C. Antioksidantët gjithashtu eliminojnë radikalet e lira dhe parandalojnë njëkohësisht sëmundjet e zemrës dhe gurët në veshka. Ndërkohë, do të shërbejnë edhe për kocka më të forta. Fosfori, vitamina D dhe kalciumi, të cilat gjenden pikërisht tek fiqt, i bëjnë kockat tuaja më të forta. Një fik plotëson 3% të nevojës ditore për kalcium. Duke e konsumuar atë çdo ditë, mund të paksoni rrezikun e shfaqjes së osteoporozës. Shëndeti i syve. Vitamina A përmirëson shëndetin e syve. Konsumoni 3 deri në 4 fiq për të ulur rrezikun e humbjes së shikimit si pasojë e moshës. Gjithashtu, të gjitha llojet e fiqve janë të pasur me fibër dietike. Minerale si kaliumi, magnezi, hekuri, bakri, vitamina A, B, E dhe K. Fiqt janë të pasur edhe me sheqerna dhe kanë një nivel të lartë glicemie. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë shoqërimin e fibrave me ushqime të cilat kanë nivel të ulët glicemie, siç janë për shembull arrat, bajamet ose perimet. Ngrënia e këtyre ushqimeve së bashku me fiqt bën që sheqeri të përthithet më ngadalë në gjak. Të freskët ose të thatë, fiqt janë përdorur në mjekësinë tradicionale për të zbutur dhimbjet e dhëmbit, trajtuar problemet me tretjen, heqjen e toksinave, forcimin e thonjve dhe heqjen e njollave. Fiqt gjithashtu rekomandohen për njerëzit të cilët vuajnë nga pamjaftueshmëria e hekurit, pasi është një burim i këtij minerali.
Fiqt rekomandohen për njerëzit të cilët vuajnë nga problemet me tretjen dhe janë në fakt miku më i mirë i sistemit tretës për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrës. Rekomandohet që fiqt e thatë të mbahen në ujë për disa orë dhe më pas ju të pini lëngun dhe të hani frutat. Fiqt janë shumë të mirë për të pastruar organizmin nga toksina dhe janë një ndër ushqimet unike me alkalin. Ato balancojnë nivelet e acidit që zakonisht ngrihen kur konsumoni shumë mish ose ushqime të papërpunuara. Fiqt, veçanërisht ato të thatët, janë të pasur me kalcium që është një nga përbërësit më të rëndësishëm që ndihmojnë kockat dhe mbajnë larg sëmundjen e osteoporozës. Lëngu i fikut njëkohësisht është efikas kundër kollës së thatë, azmës, fytit të lënduar dhe sekrecioneve. Zieni fiq në ujë, 1 ose 2 fiq në një filxhan ujë për disa minuta dhe më pas pijeni lëngun disa herë në ditë. Fiqt gjithashtu do të ulin tensionin e gjakut falë përmbajtjes së lartë të kaliumit, një mineral i cili mban tensionin e lartë të gjakut nën kontroll. Njerëzit të cilët të gjithashtu konsumojnë pak ushqime të pasura me kalium dhe shumë krip janë të predispozuar që të vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Fiku dhe gjethet e tij ulin nivelin e triglicerideve. Kur ky nivel është i lartë, atëherë po aq janë edhe gjasat që ju të përjetoni një atak në zemër ose goditje në tru. Fiqt gjithashtu përmbajnë omega-3, omega-6 dhe fitosterol të cilët ulin nivelet e kolesterolit. Fibrat ndërlidhen me kolesterolin dhe nxjerrin atë jashtë. Fiqt gjithashtu kanë veti tretëse të shkëlqyera për shkak të enzimave të cilat bëjnë të mundur edhe asimilimin e ushqimeve dhe të substancave si për shembull kalciumi, hekuri, potasi, magnezi dhe vitamina A, B1, B2, B6 dhe njëkohësisht PP dhe C. Ata konsiderohen një aleat mjaft i mirë i aparatit tuaj tretës. Fiqt gjithashtu janë anti-inflamator, ndihmojnë në rastet e ëndjeve dhe të sekrecioneve. Fiqt gjithashtu luftojnë inflamacionin e mushkrive dhe ato të rrugëve urinare, por edhe kolitin dhe gastritin. Ruajnë shëndetin e syve, lëkurës, kockave dhe dhëmbëve, falë substancave ushqyese që kanë në përbërjen e tyre. Fiq gjithashtu janë të këshillueshëm për ata të cilët duan që të bien në peshë pasi përmbajnë vetëm 47 kalori për 100 gram, por kjo nuk vlen për fiqt e thatë të cilët mund të kenë deri në 227 kalori për të njëjtën peshë. Konsumimi i fiqve krijon ndjesinë e ngopjes duke ndihmuar kështu ata të cilët nuk duan ta teprojnë me ushqimin. Fiqt, nga ana tjetër, krijojnë ndjesinë e ngopjes duke ndihmuar që njerëzit të mos e teprojnë me ushqimin. Ato zëvendësojnë edhe produktet e qumshtit. Nëse ju nuk i toleroni produktet e qumshtit, atëherë fiqt do ju ndihmojnë. Ato janë të pasur me kalcium dhe janë një alternativë e shkëlqyer për ata të cilët nuk mund të pinë qumësht ose të hanë kos. Fiqt largojnë pagjumsinë. Triptofani i pranishëm tek fiqt ndihmon në shërimin e pagjumësisë dhe njëkohësisht të çrregullimeve të gjumit. Përbërja minerale ndikon fare mirë tek sistemi juaj nervor. Kanë efekt laksativ. Sipas ekspertëve, farat të cilat kanë në brendësi fiqt kanë një efekt laksativ që ndihmon edhe në rastet e konstipacionit. Fiku është një ndër frutat më të pasura me kalium, ndaj vetëm 3 kokra fiq gjithashtu do të ofrojnë përfitimet e dëshiruara të kaliumit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten
rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.